Përmes ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, Këshilli i Ministrave i rekomandoi prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe SPAK një paketë me 8 fusha kryesore për përmirësimin e punës dhe luftimin e kriminalitetit. Midis tyre u rekomanduan forcimi i luftës kundër kriminalitetit, duke kërkuar rritje të hetimeve kryesisht. Fusha e parë, respektimi të drejtave të njeriut, kërkohet respektimi i parimit të prezumimit të pavarësisë. Fusha e dytë është forcimi i luftës kundër kriminalitetit. Në funksion të kësaj shtylle, kërkohet rritja e hetimeve të nisura kryesisht, ndjekje penale efektive për korrupsionin, veçanërisht nivelet larta. Fusha e tretë është integriteti, transparenca dhe përgjegjësia. Prokuroria duhet forcojë mekanizmat për kontrollin e brendshëm dhe llogaridhënien për te procesit betingut. Fusha e katërt është eficienca dhe ngritja e kapaciteteve institucionale. Fusha e pestë është përdorimi i metodave bashkëkohore të hetimit. Sugjerohet përdorimi i inteligjencës artificiale. Rekomandimet e pashoqëruara me statistika duken subjektive dhe vështirë të mençme, sipas kreut të SPAK Altin Dumani, i cili ju kundërpërgjigj ministrit Manja. Madje Dumani u shpreh se këto rekomandime janë të përgjithshme dhe rrezikojnë të mbeten deklarative sesa të zbatueshme. Rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analizë krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. I bën rekomandime të duken subjektive dhe vështirë të mençme. Rekomandimet në një pjesë të tyre përdorin terma të përgjithshme si hetime proaktive, përdorimi efektiv i dënave, forcimi i qasjes strategjike, por nuk ofrojnë asnjë përkufizim operacional apo kuptim të qartë për to. Terminologjia e paqartë është një pengesë për implementim. Disa rekomandime janë shumë përgjithshme dhe nuk përcaktojnë objektiva të matshëm, institucione përgjegjëse apo burime konkrete, duke rrezikuar të mbeten deklarative dhe jo të zbatueshme. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja propozoi ngritjen e një strukture të re për kontrollin e prokurorisë së posaçme, kërkesë e cila mori kundërpërgjigjen e kreut të SPAK Altin Dumani, i cili e konsideroi të tepërt, duke thënë se institucioni që ai drejton mbikëqyret nga KLP dhe ILD. Nevojitet krijimi i strukturave të specializuara për çështje komplekse, investim në teknologji dhe burime njerëzore, si dhe zhvillimi i trajnimeve të vazhdueshme në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës. Rekomandohet forcim mekanizmash të brendshëm të kontrollit. SPAK tashmë është subjekt i mbikëqyrjes nga KLP, ILD dhe vetë strukturat e tij. Krijimi i strukturave të reja, vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmave ekzistuese rrezikon të sjellë ngarkesë burokratike. Ndërkohë, drejtuesi i prokurorisë së përgjithshme Olsian Qela tha gjithashtu se është e rëndësishme ndjekja e rekomandimeve të qeverisë, por në të njëjtën kohë ripërsëriti mungesën e prokurorëve me 35%.